mënyrë të pamerituar, kundrejt ndoshta më shumë se 50 kompanive që punojnë në këtë sektor dhe kryen të njëjtin aktivitet, që janë kompani që prodhojnë energji elektrike nga parqet fotovoltaike, nga parqet diellore. Pse u zgjodh kjo kompani? Ngelet për tu parë. Pse pikërisht Voltalia? Kjo është një temë që do ta diskutonim në fund. Një nga 50 tjerat, kjo ngelet për tu parë. Sigurisht ka një shpjegim nga mbrapa se asgjë s'ndodh rastësisht. Atëherë, me që e nisëm, me që e kaluat, Bosdo e kisha planifikuar ta diskutoja në një moment të dytë, por do fokusohemi tek shifrat dhe tek abuzimi në momentin e dytë. I pari është me që e provokuat. A është Voltalia dhe Karavastaja çmimi për mbështetjen e Macron dhe Ramës? Mund tjetë. A është arsye? Mund tjetë. Tani, për sa lek ti do dilje përdore me një burr në foto? Unë për asnjë lek, absolutisht asgjë. Por ka pak foton e Ramës e Macronin përdoret lutem. Ka shumë tjerë që e mendojnë ndryshe me sa duket. Me shi është kjo po. Tutje kësaj. Ne njohim faktet. Dhe faktet tregojnë një gjë që menjëherë pas takimit apo dy takimit që ka pasur kryeministri me presidentin Macron, dhe sipas vetë kryeministrit, çështja e Voltalias është diskutuar në takim, ne kemi këtë favorizim të menjëhershëm. Ky është favorizim. Çfarë do të thotë? Detajet lutem me favorizim. Çfarë quhet favorizim? Atëherë, shteti, qeveria shqiptare hap një garë dhe thotë në këtë sipërfaqe toke, që për fat keq qëllon Karavastaja, po mund të kishte gjetur këdo sipërfaqe toke, po tani kjo qeveri i ka shumë qef parqet kombëtare, i ka ndërton. Për ata që nuk e dinë dhe nuk kanë qenë, është bërë në park kombëtar, është bërë në kufi të parkut në dijenin tim, në kufi të parkut, por ajo zakonisht mirë është të jetë ajo që quhet buffer zone, pra zona amortizimi, që të mos ketë ndikime dhe mos ketë. Nuk është se ky është aktivitet që provokon ndonjë gjë të madhe, por në fakt mirë është që të mos ketë fare ndikim njerëzor. Tutje gjithë gjërave. Qeveria shqiptare thotë, në këtë parcel toke, unë dua të ndërtoj me kapacitet 140 megawatt një impiant. Hap garën ndërkombëtare, garanti i garës dhe i formës garës është bëhet dhe Bergji, Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim, IBRD-a, siç quhet ndryshe. Dhe kushti i garës është që gjysma e kapacitetit, për 70 mega, do të ketë një ofertë për t'ia dhënë qeverisë shqiptare me një çmim sa më të ulët. Dhe këtu fillon klasifikimi. Pjesa tjetër, gjysma tjetër, do të shitet në treg të lirë. Kuptohet që kush jep çmimin më të ulët për shtetin, fiton garën. Po. Dhe çmimin më të ulët e dha Voltalia. Dhe 4 kompanitë e tjera mes tyre 2 konsorciume gjermane eliminohen për këtë gjë. Dhe mbaj mend atë ditë, të lutem më ndihmo regjia me pamjet. Mbaj mend atë ditë. Gëzohet Bela që fitoi Voltalia sikur kishte fituar e motra. Dakord. Por e vërteta është që çmimi ishte mjaft konkurrues, kompetitiv. 25 euro për megawatt orë të prodhuara hyn në çmime shumë të mira, që mund të kapet në një situatë të caktuar. Aq më tepër sipas vet kësaj zonjës që u gëzua shumë, në 3 vitet e fundit, mesatarja e çmimeve të blerjes energjisë nga jashtë, nga OSHE-ja, kishte qenë diku te 55 euro për megawatt orë. Pra, kemi të bëjmë me një ofertë që është më pak